shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi përsëri në podcastin e lirisë në gjuhën shqip këtu tek Okult. Ju bëj dhe njeri kujtoj të gjitha ata që kanë hyrë ke kanali on rastësisht ose që kanë hyrë dhe herë të tjera në mënyrë të qëllimshme, të mos harrojnë të bëjnë një abonim kanalit duke bën një klik aty ku thot subscribe. Është pa lek, pa mundim, pa asnjë lloj vështirësie. Gjithashtu falenderoj të gjithë ata që sponsorizojnë këtë emision dhe bëjnë të mundur vazhdimin e tij të përzgjedhur ndër një mori më të madhe emrash si firmat me elitare në llojin e mallrave dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Mjafton të fusni emrin e tyre në Google dhe menjëherë bini në kontakt me ta për të komunikuar dhe për të marrë informacion. Njëkohësisht ju kujtoj që ne kemi një gazetë cilësore e cila quhet okult.org, një gazetë online, një website, ku ju, po që se do ju një njerë, do ta keni të vështirë që kur të hapni këto gazetat online të mos e kërkoni gazetën okult.org. Gjithashtu, ju njoftoj se videot tona mund të shikohen dhe me titra në çfarëdo lloj gjuhë që lejon YouTube-i. Por ajo që vlen që ta them është fakti që videot në gjuhën shqip tashmë YouTube-i ka mundësi t'i konvertojë në titra. Gjithashtu kush kërkon të dëshiroj me redaksin e gazetës tonë dhe me ne këtu në podcast, mund të komunikoj me numrin e telefonit i cili shfaqet vazhdimisht në ekranin tim me mesazh në WhatsApp. Sot sigurisht që do të flasim për zgjedhjet në Shqipëri, jam me mikun e përhershëm Kastriot Çipi. Ju do thoni pse nuk e bëm edhe dje një bisedë të tillë, meqense ishte ditë më afër dita e parë mbas zgjedhjeve, por e lam të ftoheshin çikujrat dhe t'i shikonim pak më me gjaktësi, megjithse vazhdon këtu në katundin ton, në këtë Shqipërinë ton, që rezultatet ndryshe edhe nga vendet e tjera të vogla të rajonit të vonohen dhe të zgjatin pafund. Nga këto zgjedhje bie në sy që në krahasim me vitin 2021, PD-ja duket, PS-ja është rifituese për mandatin e 4, ka marrë një rezultat të parafort prej 52.2% deri në këtë moment, që përkthehet në rreth 82 mandate. Koalicioni PD-ASHM, koalicioni më i madh opozitar, ka rreth 52 mandate dhe ka 34.3% të votave dhe partitë e tjera janë renditur më mbrapa, ku bie në sy nisma e Arlin Qorit dhe Embri Shabanit, deri tash me 50.638 vota, Partia Socialdemokrate Tom Doshit me 46.453 vota, Partia Mundësia Gronsheut ka 3% dhe ka deri tash 41.040 vota. Partia Bashkë ka rreth 1.4% dhe 19.709 vota, dhe kështu me radhë Partia Kea e drejtuar nga Lul Basha ka 1.3% dhe 18.273 vota, Partia e Dashejt 0.4% dhe 5.333 vota deri në këto momente kur po diskutojmë këtu. Vjet re pra një ngritje me gati 8 mandate ose 9 mandate dhe me rreth 3% më shumë e Partisë Socialiste nga zgjedhjet e vitit 2021. Megjithëse Partia Socialiste është konsumuar dhe kish kaluar 3 mandate, megjithëse ishte një
parti e njollosur thellësisht për korrupsionin e saj galopant, ku 1 kilometër rrugë në autostradën nga Kashari në drejtim të kësaj çfarë quhet kjo për në Kosovë, autostrada që u hap tash aty afër Rinasit, ka kushtuar rreth 42-43 milion dollar 1 kilometër vijë lineare, në një kohë që këto nuk kushtojnë në fushë më shumë se 2 milion dollar në vende ku korrupsioni është shumë i ulët, ku për tunelin e Llogaras, zvensk kryeministri, ish zvensk kryeministri Arben Ahmetaj ka bërë një akuzë shumë të pastër, ku flitet për një aferë për plus 50 milion dollar që është bërë një qok Erdoganit sigurisht nga kryedardari, sepse nuk e pyet njeri atë ministrën, pavarësisht se mbi shtëpinë e mban zvensk kryeministrja Balluku këtë mëkat të rëndë. Pavarësisht se janë arrestuar një grup i madh njerëzish, pavarësisht se në të gjitha institucionet ka një korrupsion të lartë, ku qysh këta të rinjtë që në moshën 22-23 vjeçë sa dalin nga bankat e shkollës, këta me reze lazer, këta patronazhistët, gjë e parë që mësojnë është të dëgjojnë sa ka bërë para një tjetër, një parar si tyre për ta tejkaluar, për të rritur stekën dhe për të vjedhur gjithnjë më shumë, pavarësisht se ofrojnë dhe dojnë diçka të re duke përmirësuar ndonjë gjë në dukje ndonjë fasadë, por në thelb korrupsioni vazhdon të rritet dhe të bëhet galopant, megjithëse buxheti i shtetit ka vajtur me gjithë deficitin buxhetor mbi 8 miliard dollar, pra është gati trefishuar nga koha kur e mori pushtetin Partia Socialiste në vitin 2012, pagat dhe pensionet nuk janë trefishuar dhe investimet kapitale nuk janë trefishuar, rrogat nuk janë trefishuar në krahasim me vitin 2012, rrogat qoftë rroga minimale e punonjësve në sektorin privat që e përcakton qeveria, qoftë dhe rrogat në sektorin e administratës shtetërore. Pra, ku shkojnë këto lek që janë shtuar? Sigurisht që një pjesë e madhe e tyre shkon për korrupsion. Shohim të ngrihen megjithëse kanë marrë angazhime vazhdimisht kur erdhën në fillim në pushtet, që me ish kryetarin e bashkisë që nuk do të derdhin asnjë metër kub beton. Tirana po mbushet me gradacela nga të gjitha anët dhe betoni po i merr frymën këtij qyteti tradicional që ishte mësuar me shtëpi 2 kaçe ose 3 kaçe dhe me avlli qerpiçi. Tirana po ndryshon dhe po bëhet si një gojë e madhe peshkaqeni, ku nuk dihet se nga vinë gjithë këto para dhe nuk dihet se kush është përfituesi më i madh i këtyre investimeve galopante. E bëra këtë hyrje para se të filloj me Kastriotin të flasim me detaje ç'ka ndodhur. A është i vërtet ky rezultat dhe a mund të gëzoj me të vërtet Partia Socialiste një mbështetje kaq të madhe mbas një konsumi 12 vjeçar? Pra, si ka mundësi që ndërsa aferat rriten dhe arrestimet e zyrtarëve të Partisë Socialiste rriten, këtu vazhdon të flitet për Gogolin Berisha që ka 12 vjet që nuk ekziston si faktor determinant në vendimarrjet e qeverisë dhe të pushtetit lokal. Kastriot, fjala për ju, si deshifron këto zgjedhje në një kohë që dhe OSB Odiri ka konkluduar se ka probleme të mëdha. Çfarë mendon se mund të ndodhë kjo? A mund të jetë një fitore si Epirus për kryedardarin ton, apo ai do të vazhdojë të qeverisi qeti mbështetur nga ndërkombëtarët? Mendoj që është e dyta. Ashtu siç ka bërë rëndom në këto 25 vitet e fundit, komuniteti ndërkombëtar do të bëjë vretje, do të lërë detyra shtëpie, do të thotë që keni ende për punë për të bërë, disa standardet që duhet i plotësoni. Ata e thanë një frazë edhe në këtë raportin
paraprak, thanë që do të bashkëpunojnë me qeverinë në shtator. Pra që në këtë moment ata kanë nënt kuptohet se rezultati i zgjedhjeve do të njihet, pavarësisht vërejtjeve, dhe në shtator do të kemi një qeveri Rama 4. Rezultati për mua ka qenë surprizë, sigurisht e pakëndshme. Unë nuk kam menduar që Partia Socialiste merr mbi 50% të votave. Nisur nga mandateve apo të votave? Të votave. Ka marrë mbi 50% të votës popullore. Dhe kjo është e frikshme. Sepse përpara 4 vjetësh ka marrë 48% dhe unë shpresoja që të kishte të paktën një rënien në përqindje, një afrim të dy rezultateve, pra të PS-s dhe të PD-s. Dhe kam shpresuar deri ditën e fundit që ndarja e mandateve do të ishte tjetër, do të ishte të themi, po them një shifër, 68 Partia Socialiste, 65 Partia Demokratike. Nuk kam pasur dyshim që qeverinë do ta bënte prapë Rama. Por mendoja që kishim të paktën një qeveri më të dobët se sa kjo që do të kemi. Kjo është pjesa e parë që me sa duket është revolt ndaj PD-s që nuk reformohet, nuk ndryshon qëndrimet e veta, ndaj PD-s që propozon prapë Sali Berishën pas 2 mandatesh president, 2 mandatesh kryeministër, si kryeministër sërish në Shqipëri, me sa duket kjo ide. Kishte 11 kolona atje, nuk është duhet të japësh patjetër PS-s o PD-s, ka pasur 11 kolona. Dakor, të flasim edhe për të tjerat, po për 2 kampe kryesore. Kishte edhe për të zhgënjyerit e PS-s, kishte të majtë si Qori dhe për të zhgënjyerit e PD-s. Dakor. Kishte Agronshen dhe Dashen, kishte edhe të panshëm, siç është. Po dakor, po ti marrim me radhë, s'jam kundra. Po në radhë të parë besoj që të dy e dim. Nuk është justifikim ky i Jo, votimit. një sekond. Të dy e dim besoj që shansi për të bërë qeveri e kishte o PS-ja o PD-ja. Po. Se cila nga partitë e vogla mund të bashkangjitës njërës nga të dyja, mund të rinte jashtë, siç do të rinë me këtë rezultat, po qeveri pa PS dhe pa PD nuk do kishte. Këto janë, nuk ka mundësi teorike të tjera. Kur bëhen zgjedhjet në Shqipëri në këtë situatë që jemi, o i bën qeverin PS-ja, o e bëjnë PD-ja, o e bëjnë të dyja bashkë. S'ka rrugë tjetër. Tani, e para njërë mendoj që është po mund të bësh dhe kingmaker këto, mund të, domethënë një nga këto të ndahet me këto të vogla. Po dakord, po njëra do ishte patjetër në qeveri, o PS-ja o PD-ja do ishte. Pra, e para njërë është kjo që me sa shohun ka një mungesë entuziazmi ose revolt, quaj si duash, për idenë e rikthimit të Berishës si kryeministër. Nuk e do një pjesë e shqiptarëve. Nga ana tjetër, kur shoh Partinë Demokratike, mbështetësit e saj, analist, figura qendrore të Partisë Demokratike, duke filluar nga kryetari e deri te kryetari i forumit, që nuk e shtrojnë fare për diskutim dorëheqjen e Berishës, ndërkohë që ka një nen që është miratuar me kërkesë të Berishës, që vetë Berisha e quajti Neni Basha, sipas cilit kur partia humb zgjedhjet pavarësisht arsyeve, justifikimeve, kryetari duhet ik, dhe ata kanë filluar qysh mbrëm të krijojnë terrenin për ta pranuar një vazhdimsi të Berishës në krye të Partisë Demokratike, atëherë këtu problemi thellohet. Nga ana tjetër, një gjë që duhet thënë është që edhe me këtë rezultat, me këtë votë popullore që vetëm një fjali, me këtë rezultat që ka marrë votë popullore e Partia Socialiste, nuk do të merrte 82 mandate, do të merrte 72-73. 82 ja jep sistemi. Dhe për sistemin është bashkëfajtore Partia Demokratike me Sali Berishën krye, sepse e kanë miratuar sistemin 2008 me ndryshimet kushtetuese dhe kanë miratuar çdo kod zgjedhor që është miratuar në Shqipëri nga 2008 e këtej. E kanë miratuar sepse në përgjithësi në Shqipëri nuk ka pasur zgjedhje, ka pasur kompromise me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve që të ndodhte rotacionin. Përgjithësi, se në 97 për shembull nuk kishte kompromis. Këta erdhën me dhunë. Ndoshta Rama po t'i shtreguar i zgjuar socialistët mund ta kishin lënë me rezultat shumë të hollë PD-n të vinte në pushtet. Kur të vinte në pushtet tani? Tani. Edhe po ta mund të mos tregoheshin kaq të pangopur me pushtetin dhe pastaj mund ta merrnin e 12 vjet tjera prapë. Kurse tash jo politikan të pangopur me të ngopur me pushtet. Kurse tani sigurisht që do ta kenë shumë të vështirë që ta mbajnë dhe këtë 4 vjeç, mendoj unë, por nuk bëhet më fjalë për të vazhduar më tutje.
Do varet kjo dhe nga shkalla e reagimit të PD-s për atë që ti the. Por unë shoh që këta në familjen Berisha, në qoftë se ky s'do largohet ose do ndjek ndonjë taktik që t'ja jap vajzës së tij ose të ndjek këto modelet greke të këtyre familjeve të mëdha greke, unë mendoj që në këtë rast nuk do ishte i çmendur vetëm Berisha, por do ishin të çmendur edhe vajza e tij dhe familja e tij që mund të hynin në këto aventura dhe mund të dëmtonin pafundësisht të djathtën shqiptare, sepse qeverisja e Berishës, ashtu si qeverisja e çdo lideri tjetër të mazhorancës, sigurisht që ka dhënë shumë kosto në vota dhe ky sistem e jep shpresën jo vetëm me ndrymin e partive, por në radhë të parë të ndrohet lideri politik i mazhorancave. Pra duhet shkojnë të dyja paralel që elektorati të ketë shpresë për të votuar një parti të vjetër e cila ka qenë më përpara në pushtet, sepse njerëzit janë të prirur që të mos shikojnë të mirat që ju ka bërë një parti, por të shikojnë vetëm kostot që ju ka dhënë ajo parti. Çfarë të bëri përshtypje ndonjë gjë tjetër Kastriot kështu dhe kush mendon ti se ka qenë shkak për një fitore kaq të madhe të PS-s? Tjetë realisht kjo mbështetje ka qenë madhe shqiptarëve për Partinë Socialiste apo ka ndikuar faktor të tjerë të blerjes votës? Po, çdo gjë. Patjetër që ka ndikuar. Kur nuk ka bërë ndonjëherë Partia Socialiste fillojmë që nga media. Fitore si të ka qenë media, papaguar. Kujt i ka bërë reklam, janë bler votat apo jo, janë intimiduar votat e administratës të mësuesve. Çka ke vënë re ndonjë gjë, sepse të gjithë tani median e shohim të gjithë dhe e dim që është në 90% e kontrolluar nga Rama. Për këtë nuk ka dilema, nuk ka debat. Pra media ka luajtur ndikim për propagandën e 90%. Po. Kur them 90%, them 90% numrit medias, por nëse marrim audiencën që ato kanë për shkak të ndryshimeve që kanë në potencial financiar një media nga një tjetër, ato mund të jenë 95 ose më shumë përqind e audiencës. Ato 90% e mediave. Rama opozit ka në portale, në web. Televizionet i kanë në pjesën më të madhe në kontroll. Si që kishte edhe ai që sot është në burg, se disa media i kontrollon ai më fort edhe se Rama bilet. A ka presione në administratë? E besoj që ka presione, por nga ana tjetër të thuash që kushdo që punon në shtet voton Ramën, madje jo vetëm voton Ramën ai, po voton e gjithë familja e tij, më duket një egzagerim fyes për inteligjencën edhe për karakterin e gjithë atyre njerëzve që punojnë në shtet. Nuk mund të thuash që çdo mjek, çdo infermier, çdo mësues, çdo punonjës ujësjellës voton për Partinë Socialiste sepse ka frikë, madje bëka dhe familjen e tërë të votojë për Ramën. Kjo nuk e ndihmon PD-n. Kjo mënyrë justifikimi. Unë dje kam dëgjuar çuditëra të tipit të gjithë pensionistët votojnë PS. Kjo që voton. Ata nuk kanë frikë të administratës që mund të vi ekipi rezervë të zvendësoj në rast se mbas një zgjedhje. Po si do të zvendësoj mësuesit? Ma thua ti? Si? Po ka një memorie. Ku do t'i gjej 30.000 mësues? Ku do të se kanë gjësej? Jo 30.000, nuk zvendëson 30.000. Po nai kur PD-ja thotë 200.000 e para njëherë përdor termin gabim se nuk janë administratë publike 200.000, janë sektor publik, por nuk është administratë mësuesi. Administratë është ai që punon në bashki, në ministri apo në një agjenci kombëtare. Dakor? Mësuesi, mjeku janë punonjës sistemit publik, po jo të administratës publike. Po që mërohen nga administrata qendrore, pra. Po mirë me dakord, kur ka ndodhur që të ketë sepse drejtorët e drejtorive të arsimit i vendos mazhoranca, lideri mazhor, kryeministri. Dakord. Në 2013 ne patëm rotacion pushteti. Di ndonjë shkollë në Shqipëri ti që i hoqi gjithë mësuesit dhe mori mësues të tjerë apo në një spital që i hoqi gjithë mjekët? Ndrohen 1/4. Po secili mendon thotë mund më bjerë mua. Po ku ka në Shqipëri ka mungesë mësuesësh? Po ka sipas ka mungesë mësuesësh. O zakon në Shqipëri po japin mësim njerëz me shkollë të mesme. Se ka mungesë mësuesish. Ka luftë dhe brylla për të hequr gjithë mësuesit kanë frikë edhe aty ku ndodhen tash këto 12 vjet që është PS-ja përsëri ka ekziston një frikë që mund t'i heqë. Po mirë, si kontrollohet vota? Jo dakord, unë kam frikë. Mirë, kjo është tjetër gjë. Si ma kontrollon votën ti po? Kjo është tjetër gjë. Po mirë për tani se
Këtë 12 vjeçare, këtë histori kemi dëgjuar. Ndjekin patronazhistët nga mbrapa, çfarë flet me kë bisedon me është bër. Po në rregull, në kohën e sigurimit. Bukuri, në kohën e kohën e sigurimit. Duhet të bësh hipokrizi gjithkohës. Në rregull, rrim te koha e sigurimit. Te koha e Partisë Punës. Unë ngrihem mbjellet rinisë edhe flas duke cituar shokun Enver, ti qepemi maleve dhe kodrave, ti bëjmë pjellore si dhe fushat, dhe kur vjen puna për të votuar, votoj kundër, votoj Partinë Demokratike. Atëherë, si zgjidhet? Nuk mund të vazhdoj PD-ja me këtë sjellje refraktare. Nuk bën asnjë autokritik Partia Demokratike. Punonjësit e administratës publike nuk u përdorën për propagandë dhe për fushat nga Partia Socialiste. Po gjithmonë, kush e mohon këtë? Po domethënë nuk mund të thotë për apologji për Partinë Socialiste. Partia Socialiste është e zhytur në krim. Nuk u nda partia nga administrata gjatë këtyre fushatave dhe këto edhe ka domethënë pa fund prova që kjo ka ndodhur. Po kush po e mohon? Rama ka përdorur fjalimet e tip partijake në zyrën e kryeministrisë, bënte fushat edhe bënte propagandë. Mori i ka bërë gjitha. Rama ka përdorur shkelje të rënda. Tapit e legalizimit. Rama ka përdorur shtëpit e shembura nga tërmeti. Një para zgjedhjeve. Deri te fund. Jo dha pensionistëve shpërblim bonus. Po 3 muaj, po. Këto janë shkelje të rënda të palë. Po kush ta që janë shkelje të lehta këto më? Janë shumë të rënda më. Po pra. More Rama duhet ishte në burg dhe të mos nuk i deli jeta të laj me vite burgu mëkatet që ka bërë, krimet që ka bërë. Partia Socialiste është organizatë kriminale nga Maja deri në bazë. Bandat kriminale i shikon. Po gjithë partia është gjithë partia është organizatë mafioze. Nuk po e mohoj unë këtë. Unë s'po bëj apologji fare për Edi Ramën. Po nga ana tjetër unë nuk pranoj diskutime. Demokracia dhe të gjitha. Po s'ka demokraci, kush ka thënë që ka demokraci në Shqipëri? Jam fake. Ram dakord që këto rezultate që këta po shpallin janë që ka manipulim zgjedhor. Dhe në një moment që ne prisnim që SPAK-u të bëhej një faktor dhe një aktor që t'i ndalonte të gjitha këto gjëra, qysh një muaj para se shfaqeshin dhe t'i godiste, u mor gjoja me Tom Doshin sepse për Tom Doshin s'ka më nevojë Rama. Po mëse për janë prishur sa pazare në Shkodër edhe kërkon të nxjerrë jashtë tani. Edhe po të kishte Rama një 67, 68 shikojnë të jasë, Tomas do ngacmohesh asnjëri. Do ta. Po më dhe tim këtë. Kupton, pra SPAK-u është bërë grup me Partinë Socialiste. Është revolë në dorën e Ramës. Po pra. Po se mohojmë këtu. Ajo që unë kundërshtova ishte kjo. SPAK-u nga Partia Socialiste prap me lejen e Ramës do t'i thotë ai që të duket sikur SPAK-u është i paballë. Unë nuk pranoj vetëm një gjë. Nuk pranoj t'i thuhet qytetarit shqiptar ti e ke fajin se je pensionist dhe voton Partinë Socialiste. Ti e ke fajin se punon administratë ti dhe familja jote votoni Partinë Socialiste. Nuk është e vërtetë. Nuk mund të fyesh 200.000 njerëz që punojnë në sektorin publik bashkë me familjet e tyre. Nuk mund të fyesh 600.000 pensionistë. Ti thuash të gjithëve keni votuar për Partinë Socialiste. Po mira, pensionistët nuk janë gjithë intelektualë, ka dhe fshatar që janë me 2 klasë shkollë. Po prapë ta thuash kur jep atyre një bonus i gënjeni, thonë do ta keni gjithmonë tash këtë, do të shtohet më shumë. E vetë ai i mbaruar atje siç është, kupton, po thotë, do votoj Partinë Socialiste. Ata shiten për 100.000 lekë për 50.000 lekë vëlla. Kupton? Tash unë di që shembull, tani të thua shiten pensionist për 50.000 lekë, unë e quaj teprim, e quaj fyse për çdo pensionist. Ne dakord tash, po të bëjmë populizëm, ka njerëz aty, po të flasim me logjikë. Po nga populizëm, po pritet edhe tu për kë votuan. Un kam njerëz të njohur pensionist në lagje kudo, po, edhe ishin shumë entuziastë që morën 2 shpërblime këtë vit. Kupton? Në rregull, më pritet edhe tu për kë votuan, po them. Fluturonin, po le mo prindrit e mi kanë ustajnë në kokë. Prindrit e mi kanë ustajnë në kokë apo. Nuk flitet me këtë gjë për nuk kanë kollaj sapunin për të. Nuk kështu gjërat. Që kanë gjithë sektori publik, domethënë PS-ja e para njëherë nuk PD-ja e para nuk ka asnjë fajt me këtë që thuati. Dhe e dyta situata nuk ka zgjedhje. Nëse 200.000 veta bashkë me familjet e tyre, nga që punojnë në shtet do votojnë Partinë Socialiste. Nëse 600.000 pensionistë do votojnë Partinë Socialiste, atëherë pse bëjmë zgjedhje? Shiko, un po të them një gjë, një fakt që di mirë. 2-3 nga këto bandat, po ta them edhe të qytetit të Durrësit, i kanë bërë telefon politikanit Gjoja që mbahet si mbi fort në kupton Tom Doshit. Po. E i kanë bërë telefon, e i kanë thënë, e kanë kërcënuar. Më kupton? Dhe Toma ndrovi kurs nga një
të bim këtë tjetri duke ndryshuar atë orientimin dhe sensin e bisedës në raport me Ramën. Kur i bëhet presion Tom Doshit, më kupton, imagjinohet i tash çau bëjnë këtyre të kryetarëve të partive të rretheve atje ku janë këta të fortët e Ramës. Rama e ka shitur gjithë shtetin, e ka shitur mafjes. Njeri ka tenderat, Sadria Bazi, tjetri ka lejat e ndërtimit, grupi tjetër kriminal, tjetri ka keshin, tjetri ka ja u le 6 muaj njerit, 6 muaj tjetër. Aktualisht e kemi qeverin me një gjyrë, me një parti? Po. Pse e kemi? Sepse 48% ka marrë Partia Socialiste para 4 vjetësh. Pra, nuk ka marrë mbi 50. Pse? Ti thash, sepse ka manipuluar. Jo. Me gjithë manipulimet, 48% votave ka marrë. 48% votave ka marrë Partia Socialiste për para 4 vjetësh. Pse ka 53% mandate? Pse ka qenë më fuqishme, ka hedhur lek më shumë. Jo. Jo, sepse është sistemi që e kanë miratuar bashkë. Sistemi ka qenë 2008-ën, po. Po kush e ka miratuar atë sistem? Sistem e kanë vendosur sepse ta thash që gjithmonë këta kanë rënë kompromis për ta lëshuar, për ta marrë njërin, nuk është bërë, shiko, asnjë qeveri në botë po të dojë nuk e lëshon pushtetin. Unë s'jam me këtë mendim. I fiton sepse ka mjete. Edhe qeveria e Ramizalis, pas i ra sistemi në dhjetor, filloi sistemi pluralist, prapa i fitoi sepse nuk desh t'i lëshonte. Dhe në vitin 92, kur ai bëri kompromis me ndërkombëtarët dhe me Berishën, e lëshoj, se po të deshte dhe më 92-shin e mbante prapë. Dakor, këtu ne ndajmë. Ti mendon që zgjedhjet janë gjithmonë kompromis, unë mendoj që zgjedhjet janë frym. Kur fryma është e fuqishme për ta rrëzuar qeverinë, rrëzon. Ti mendon që bien dakord qeveria dhe opozita. Po ti e pesi them, mendova që do dilnin 68, pra ka pasur frym. Ka pasur frym për PD-n. Po rezultoi që është frym u shoj. Sondazhet e tregonin, asnjë sondazh nuk e nxirrte Partinë Demokratike fituese. Gjithë nxirrin humbës. Po sondazhet janë pjesë e lojës pra. Dakor. Sondazhet kryen opinionin që ti tash i thuash është në rregull kjo përqindje. Dakor, pra kështu mendoj edhe unë si ti. Tani fakti është që votat e kanë nxjerrë Partinë Socialiste më lart se sa e nxjerrin sondazhet. Ata mendonin ta manipulonin. Atje ka. Po një sekondë mëse e kanë nxjerrë më shumë se sa e nxjerrin sondazhet, po të them. Tani do jemi pak realist. Sondazhet e thonin 45-46 Partinë Socialiste nxjerrin 78 mandate. Partinë Socialiste. 76 deri 78. Jo, more vetëm sondazhi exit polli i Batonaxhiu të nxjerrte 78. Po ai është pranë qeverisë. Po hodhën në fyt mua kur e postova te unë. Më akuzuan për të shitur Edi Rama, po tani që bëhen 82. Sa do të hajde të flasim për këtë sistem. Lidhje kemi ne me Edi Ramën me. Hajde pra të flasim për sistem. Këto gjëra dihen Budavençi na njohin, mund të flasin në shumë me analiza. Unë këtu përpara kam rezultatet aktuale. Ma shpjegon do ti pse Shqipëria bëhet me 50.728 vota merr një mandat. 50.000 vota një mandat. Në radhën e parë sistemi. Partia Socialiste 720.000 vota, 82 mandate. Domethënë më pak se 9.000 vota shkon një mandat i Partisë Socialiste. 50.000 këta nuk marrin dot më shumë se një mandat. Këta duhet ishin bashkuar se u ikën gjithë. Jo. Pse s'thua këtë tjetrën ti që duhet ndryshoj sistemi? Sistemi. Po pse s'flet PD-ja për ndryshimin e sistemit? Po sepse PD-ja ka menduar që njerë 8 vjet do ta linin PD-n dilte përpara të vidhte votat me sistemin tonë. Ashtu. Pra Partia Demokratike kam rënë demokraci. Është dakord, më mirë të jetë Partia Socialiste në pushtet se sa të ndryshoj sistemi. Edhe të ndaj pushtet me partitë e tjera. Ajo ka menduar që Edi Rama pas 8 vjetësh do t'japte krahun. Po 8 vjet pse duhet ishte? Po sa Edi Rama, prandaj u theshte që s'keni parë gjë akoma. Siguroi dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve tash. Berisha nuk ikën nga partia dhe ka prishur sistemin, sepse sistemi është që mbas 8 vjet në qeveri se janë mazhorancë duhet largohesh, ky lloj sistemi, ai s'pranon t'ja linde partinë Lulit të Sorosit. Dhe prandaj ndodhi konflikti. Dhe si duket ky konflikt vazhdon. Tash merita e Berishës do të jetë të zgjedh një ekip të mirë, të djathtë me disa çuna e goca, të ri këtë 4 vjet si kryetar i Këshillit Kombëtar atje në parti, edhe sa pak në parlament vetëm kur ka probleme decisive. Ja ti më dekorojon mua që kur thua ta zgjedh Berisha ekipin. Po Berisha ta zgjedh. Po të mërshme. Po Berisha ta zgjedh. Atëherë ajo s'është parti. Vota do ta zgjedh. S'është parti. Vota do ta zgjedh. Nuk është parti, është SHPK. Është SHPK. Unë s'kam interes për SHPK. Unë dua të shoh parti. Ku do partitë
caktohen nga lideri, burr që ikën. Ato pastaj janë kot, janë formë, nuk janë nuk emocionohem, nuk entuziazmohem për asnjë parti që është ato SHPK privat. Janë, po çdo parti lihet nga lideri, lihet një personit më të përshtatshëm që mund ta çojë punën përpara. Shumica mund të gabojë o Kastriot. Ai di për shembull për mua gabon individi jo shumica. Jo, ma ja. Nuk kështu e mendoj. Nuk është ashtu. Është kundër. Partit me lider kemi 35 vjet që i provojmë. Edhe Shqipëria është këtu ku. Po si zgjedh shumica bie në kaos dhe në luftë. Jo, s'bie në kaos fare, bën demokraci. Shumica nuk kupton. Demokracia është votë e shumicës, nuk është vendimi i individit. Shumica, domethënë shumica absolute, të gjitha delet nuk kanë mend sa çka vetëm Çobani. Tash kështu ka qenë, kështu është dhe kështu do. Tani unë nuk jam ai zotëria që nuk e di se nga është, po duket nga veriu që i thoshte Berishës duhet ma vjedhësh votën, se unë s'kam tru. Unë nuk jam ai, unë s'du të ma vjedhi votën Berisha. Unë du të çoj votën aty ku dua unë. Si mendon ti Kastriot, kjo qeverisje do t'i shtojnë problemet të 4 vjet, se ka problemet vjetra të akumuluara? Çfarë problemet? Problemet e korrupsionit. Do shkojnë në burg ai që do vendosi Rama. E do vazhdoj të vjedh ai që do vendosi Rama. Unë për shembull them që shumë shpejt do ketë goditje nga NPS-s, që spaku të tregohet që është i panshëm dhe që t'i heqë nga këmbët disa individ të vjetër, të përfolur. Po ti sapo the që spaku është në dorën e Ramës, edhe unë jam dakord me ty. Po pra me Ramën, do ta bëj këtë punë po them. Do t'i heqë Ramës nga këmbët se do ndihmoj Ramën pra. Po në rregull pra, dakord. Ato që thash, do shkojnë në burg ai që do Rama, do vazhdoj të vjedhë ai që do Rama. Po edhe 4 vjet të tjera diktaturë. Shqiptarët do vazhdojnë të largohen, po. Tuajt do vazhdojnë të shtohen, po. Të vinë nga vendet e botës së tretë. Niprit tanë dhe fëmijët tanë që kanë ikur jashtë, kur të vinë ndonjëherë këtu do t'ju duket sikur kanë ardhur në Burundi ose në Burkina Faso. Dhe hallet e Shqipërisë do të vazhdojnë dhe shqiptarëve do vazhdojnë të shtohen. Në sytë e nënave do të ri një lot duke pritur nga aeroporti dhe nga detin, me vapor mos u vinë fëmijët. Dhe shqiptarët vazhdojnë, domethënë të votojnë në këtë lloj mënyre një parti që kanë 12 vjet që e provojnë dhe ankohen për një parti që e kanë provuar para 12 vjetëve dhe që kishin opsione të tjera për të votuar. Kishin 11 kolona. Nuk është vetëm Berisha. Jo, pra nuk kishin opsione. Nuk kishin ca opsione. Nuk janë opsionat. Unë doja qeveri. Unë doja të binte Rama. Unë që po flas kështu, jam detyruar në momentin e fundit të votoj Partinë Demokratike se nuk kisha mundësi tjetër të votoja. Qofse votoja këta që më thua ti, partitë e vogla, për ca që kisha ose s'kisha simpati, pa rëndësi ka kjo, vota do shkonte te Rama. Sepse ky është sistemi kriminal. Kriminal që ka miratuar Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në vitin 2008. Dhe që e kanë përsosur me ndryshimet në kodin zgjedhor, sepse që prej 2008. Partia e parë që me 2 pjestimet e para merr 2 vota, me 1 vot më shumë tjetër. Në rregull pra. Me sistem. Pra ky është qarku që na kanë ngritur Rama dhe Berisha. Duhet të jeti midis njërit apo tjetrit. Ata që se dinë është një formulë e një shkencëtari belg që e ka bërë që quhet Victor de Hond, qysh në vitin 1898 në mos gaboj, i cili ka bërë një formulë për zgjedhjet ku pjestohet numri i votave që ka marrë çdo parti me radhë, me 1, me 2, deri me numrin e fundit të mandateve që ka në këtë rast zona elektorale. X, për shembull, e Fierit ose e Lushnjës. Dhe në qoftë se janë 2 partit e para, njëra ka 10.000 vota dhe njëra ka 9.999, 2 votat e para i merr partia e parë, sepse pjestohet me një numri dhe del përsëri ai numër, del 10.000. Para 10.000 pjestim për një, ngelet prap 10.000. Pastaj 10.000 pjestim për 2, ngelet 5.000. Kur ngelet pas pjestimit me një 10.000, ja merr prap kësaj që ka 9.999. Ja merr dhe mandatin e dytë. Pra partia e parë me 1 vot më tepër që në fillim merr 2 të parat.
pastaj fillojnë marrin këto të tjerat. Po e njëjta gjë ndodh me partinë e dytë. Partia e dytë mund të jetë partia e tretë me 10 vota më pak se partia e dytë, dhe partia e dytë merr prap 2 vota, 2 mandate rresht, sepse pjesëtohet 9999 me 1 dhe del prap 9999, duke pasur e para me pjesëtimin me 3, do me thënë 5.000 vota, kjo merr mandatin e dytë dhe tretë, pra dytë parat marrin nga 2, kurse e treta që ka 10 vota më pak, mund të jetë një zonë për shembull me 4 zona. Edhe marrin 10.000 e para, 9.999 e dyta, 9.998 e treta. Kjo e treta s'merr asnjë mandat. Dytë parat marrin nga 2 mandate. Pra dytë parat ja fusin partive të tjera që janë më mbrapa. Ju bëra një skemë fare të thjeshtë që ta kuptoni. Pra me metodën dëhont vidhen votat e të gjitha partive të vogla me përjashtim të koalicioneve që nuk plotësojnë 5%, që nuk ju merren dot, sepse ato nuk llogariten dhe dalin nga sistemi. Kastriot, si mendon ti, cila mund të jetë e ardhmja më mirë e opozitës kryesore shqiptare të Partisë Demokratike? Qa mund të ndodhë? Do jenë të gjithë jesmena dhe do përulen para kryetarit, apo partia do kalojnë në kaos në qoftë se kryetari nuk aprug dhe nuk jep zgjidhje efikase që Partia Demokratike të rinovohet. Në qoftë se ndodh kjo dhe ata kalojnë në kaos dhe ai do përpiqet ta mbajë një parti familjare, a mendon se Partia Demokratike ka orë të saj të fundit dhe mund të shkojë drejt shuarjes ose drejt zvoglimit dhe të kurrjes? Partia Demokratike ka 12 vjet që shkon drejt umnerës. Nëse do vazhdoj të mos shohë në sy realitetin. Nëse do vazhdoj njësoj si me Lul Bashën, nuk i njohim zgjedhjet, kështu që duhet rri kryetari, se kryetari ishte mirë, fajin e ka i që vëlli votat, sigurisht do shkoj drejt shuarjes. Demokratët duhet të shohin çfarë ndodhi në Britani. Duhet marrësh parasysh që Sali Berisha është edhe fizikisht në një moshë shumë të madhe, edhe të doj nuk do ketë me fuqi fizike mbas 4 vjetësh që të drejtojë Partinë Demokratike. Atë se dim, sepse mund të qellojë që të jetë shumë i shëndetshëm edhe të gëzojë energji edhe aftësi analitike edhe në moshën 100 vjeç. Unë mendoj që Partisë Demokratike i duhet një udhëheqje e re, i duhet një model i ri partie dhe i duhet një filozofi tjetër që Partia Demokratike nuk e ka. Partia Demokratike është partia e qendrës djathtë, e quan veten. Që për mua do të thot parti globaliste, centriste e pro-BE-s. Nëse do të vazhdoj me këtë, është e humbur, sepse të tilla janë të gjitha partitë. Të gjitha partitë që ne kemi në... Si partia e Mercit, e këti shuraqit të Gjermanisë. Dhe me që e përmendë Mercin, ja këtu do jemi, ta mbajnë mend shikuesit e këtij podcasti këtë që po them tani, që partia e Merc, pra Kristian Demokratja, do t'i njohë zgjedhjet. Po, patjetër. Këtu do t'jemi, që do t'a braktis. Patjetër. Do t'a braktis Berisha. Gjithë Evropë. Nëse Partia Demokratike nuk e bën këtë, le terrenin hapur për të krijuar një parti e re, dhe unë uroj shumë fort që të krijohet një parti e re, sovraniste dhe një parti Trumpiste, nëse duam ta përmbledhim me një fjalë të vetme. Diskutuam dhe radhën e parë, që s'ka një parti Trumpiste të fuqishme në Shqipëri. Koha po tregon që si në Britani, si në Rumani, po marrim këto që janë parti të krijuara vitet e fundit. Mendon ti Berisha që u përpoq të paraqitesh si Trumpist, që kishte disa ngjashmëri me Trumpin gjatë 4 viteve kur Trumpi kaloi në opozit, që ishte i persekutuar nga gjyqësori, i thirrur vazhdimisht, dhe Berisha kishte një paralele të në filozofi politike s'kan asgjë të përbashkët. Po, për shembull, ne nuk kemi parë që Berisha të ketë mbajtur qëndrimen të djathta gjatë kësaj kohe. Nuk ka folur për zgjedhjet në Rumani, nuk ka folur për AFD-n, atë që po ndodh në Gjermani. Për dënimin e Le Penit në Francë. Siç prononcohet sekretari amerikan i shtetit, edhe vetë Trumpi, për Le Penin, për dënimin e Le Penit, që duket që është një dënim nga kabala dhe nga globalistët, nuk ka mbajtur asnjë qëndrim, por edhe në lidhje me luftën në Ukrainë ka mbajtur qëndrimet e globalistëve. Po edhe për Palestinën, në Izraelin ka mbështetur.
Po, kam mbështetur Izraelin, kam mbështetur dënimin e atyre që u quajtën sulmues dhe dhunues më 6 janar të Kongresit Amerikan. Berisha doli në krah të globalistëve, të Bidenit me shok. Tha dënoi, tha ashpërsisht, tha sulmin mbi. Domethënë vazhdimisht megjithëse Berisha edhe dënoi arrestimin e kryetarit të Bashkisë Stambollit. Po, dhe Berisha, pavarësisht se si liman shpëtimit vetëm kishte Trumpin gjatë këtyre 4 muajve, 5 muajve të fundit, ai përsëri nuk arriti dot të dilte nga qëndrimet e tij pre frikacaku, vetëm më lini pushtetin, ndeshta kish mirë dhe me globalistët dhe me Trumpin. Ai në brendësi të vet nuk e do Trumpin. Nuk e do. Dhe i duket një president i çmendur, një president anakronik, një president i çrregullt, jo si gjithë tjerët që ka pasur Amerika, dhe i duket çuditës si mundet një njeri i tillë të dalë të kundërshtoj gjithë historikun dhe traditën e aktivitetit. Gjithë rendin botëror. Po, të gjithë rendit botëror. Po, edhe unë mendoj që Partia Demokratike do të ketë rrjedhje në qoftë se Berisha nuk largohet. Unë e kam thënë në një dalje time publike që më 12 maj Berisha, e kam thënë para 3-4 muajve, Berisha duhet të filloj të mendoj që të largohet dhe të largohet në një mënyrë të organizuar që mos e lër partinë të çorientuar dhe në luftra të brendshme, por të përpiqet të mbajë rregullat dhe të vendosë të luftoj kaosin brenda saj dhe të mbajë rregullat e lojës, dhe kjo do të ishte merita e tij e fundit për ndërtimin e një opozite të re dhe të fuqishme. Dhe kjo do të ishte ndoshta vlera e tij më e madhe në këto 34 vjet. Në qoftë se ai do ndërtonte një parti demokratike të fuqishme, një opozitë të fuqishme, moderne, nacionaliste, trumpiste, atëherë ai do të mbahej mend për këtë vepër të tij më shumë se sa për shumë gjëra të tjera të mira që mund të ketë bërë, ashtu siç mbahet mend, dhe për shumë gjëra të këqija nga njerëzit. Por jo sa këta që janë. Këta që janë, se këta thonë Berisha, këta që kundërshtojnë dhe thonë nuk e hapin votën Berishës. Po këta kanë 84 vjet që janë në pushtet. Kanë qenë në vitin 1941, që dora dorës kanë mbajtur pushtetin në për fshatra, pastaj morën 44, në 45, në fund 44, qeverisën gjithë Shqipërinë si klyshat të Jugosllavëve dhe të Serbëve, dhe më pas si klyshat sovjetikëve të rusëve. Dhe këta akuzojnë Berishën se e ka marrë 4 vjet, atëherë dhe 8 vjet, 12 vjet në 84 vjet, këta kanë mbi 65 vjet që qeverisin Shqipërinë. Dhe nuk është arsyeja kryesore e kësaj gjendje politikat e Berishës. Arsyeja kryesore janë këta. Këta e kanë lënë Shqipërinë vendin më të prapambetur. Ne sot kemi rrogën mesatare 450 euro. 450 euro perëndimi e ka pasur në vitin 1960 rrogën mesatare. Pra e kupton ti, jemi 85 vjet mbrapa perëndimit në drejtim të ardhurave. Po në lidhje me këtë agendën që i vun këta rëndësi për pasaportën evropiane, çfarë mendon ti, Kastriot, se ky ishte kali betejës? Këta nuk ishin program, po thuajse fare të majtët. Unë mendoj që në 2029 në Rama do na kërkoj votën në emër të pasaportës evropiane prapë. Prapë. Po. Po do ketë vlerë prapë? Se di, të shohim. Pak larg deri atëherë. Apo harrojnë shqiptarët? 4 vjet kombajnë mend se çka ndodhi. Po 2013 tha po nuk erdhi uji në çdo bashki, në secilin prej 61 bashkive, 24 orë unë jap dorëheqjen i parë. Ja ka dhënë një dorëheqjen? Po. Jo. Si kërkoi njëri llogari. Po ja pra kjo është. I tha njëri në fakt, më duket në Vlora ku ishte ai, tha, ore, tha, ne Evropën e kemi pasur këtu që në thënjashin kur Evropën e kishim ke skafet, i tha, po na sill çik ujë aty në fshat, i tha, të kemi ujë, tha, se kemi gjithë ato burime, tha, s'kemi. Tani dhe po e merr ujin nga fshatrat. Po e merr ujin të gjithë fshatrave, po e devijon, po e fut nëpër tuba, po bën ato hidrocentralet e çuditshme me tuba. Se kjo është një tjetër mod sherrit në Shqipëri.
Unë jam për mjedis të pastër, po unë jam pro hidrocentraleve, sepse hidrocentralet prodhojnë energji të pastër. Po si jam pro hidrocentraleve me tuba, sepse po e fute ujin nëpër tuba, ti shkatrove natyrën, shkatrove klimën që ke në atë zonë. Si mund të thuash ti njerëzve që kanë jetuar atje, kanë 2000 vjet që jetojnë atje, kanë ndërtuar aty jetesën sepse ka pasur ujë. Do ta marrën ujin se më duhet ta nxjerr 4 male edhe 7 fshatra më larg se atje do bëj një hidrocentral. Dhe unë çdo bëj këtu do vdes. Kjo po ndodh. Jetojmë në kohra të çuditshme. Megjithatë populli shqiptar ka vojtur dhe ka parë shumë lebetira, siç I themi ne, ande nga Korça do ta kaloj dhe këtë moment. Këtu nuk ekziston as shiku, dhe shiku në hyje ka në kontroll atë kosovaren, atë kryetaren. Shiku nuk raporton, ky spaku nuk vetëm Federata e Futbollit nuk kontrollon. Çdo gjë e ka shtanë në dorë partia shtet. Kastriot, mendon ta mbyllim këtu bisedën apo të vazhdojmë diçka për ngjarjet ndërkombëtare? Ke qef të flasim për ndonjë diçka? Ta lëm vetëm për zgjedhjet sot. Ta lëm vetëm për zgjedhjet. Regjia sa minuta u bën? Mirë, jam bërë 47 minuta, atëre është një çik podcast pak më I shkurtër se sa ato që bëjmë në me Kaçin zakonisht, se kanë qenë mbi një orë, por atëherë mendojmë ta bëjmë një tjetër brenda javës. Mendojmë ta mbyllim këtu dhe ta lëmë bisedën vetëm për çështjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet ende nuk kanë mbaruar. Unë mendoj që ky edhe mund të lëshojë në një mandat, kështu që të duket që me qenë se opozita u kërcënua dhe u mbajt në presion për 82 mandate, kur shkojmë 80 do fërkoj duart, ose 79 do t'i duket atje ku kemi menduar ne që në fillim. Ky s'lëshon asnjë cako, këtu do jemi. Ky ku ta gjejti për 84. Por edhe që ti bëj gjitha kodet vet. Edhe nuk e lëshon se mund t'i kenë thënë këta se ky është kryeministri I ndërkombëtarëve, nuk është I shqiptarëve. Mund t'i kenë thënë këta gjujshët për të rregulluar në një ligj që kërkon shumicë të cilësuar, pra 84 vota. Dhe ai do donte madje të kishte 94 që të bënte edhe kufit e shtetit Bektashi. Po. Ta mbyllte edhe ndryshimin e kushtetutës. Po. Nga unë Alfred Sako, para se ta mbyllim, dua të rikujtoj dhe njerë të gjithë ata që kanë haruar të bëjnë atje subscribe, të gjithë ata që sigurisht kërkojnë këtu në këtë podcast të anë mish dhe kanë dhem të forta, të bëjnë një subscribe. Kurse ata që kanë hyrë rastësisht e duan bla 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 pralla, mund të ikin që këtu se kanë hyrë gabim dhe të shkojnë në një vend tjetër, ande nga Qerozi dhe nga ata të tjerët, ka me shumicë sa të duash, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.